duhet më punësu, femna s'duhet me shku në shkollë, s'duhet me shku në fakultet, me qenë se fillun edhe do kushërina do me arë në për fakultete, në për keq, nuk o, s'u konë edhe qaq mirë prej venit aty, prej rrethit që kemi pas, po prindi jem nuk ka pyet kërkonin. E kom pas një prind demokrat që aj s'ka dash me pyet kërkonin, aj vetëm dëshirat tona i ka këqyrë dhe na i ka plotsu ato dëshirat që na kemi dasht. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush mendon se a ka barazi mes gjinisë mashkullore dhe femnore këtu te na në Kosovë? Po mendon për tash, apo për kohën ma heret? Edhe kohën ma hershme edhe tash. Për kohën ma heret, me qenë se e kam rri, nuk ka pas kom e ditë sa. Sidomos në për fshatra, nuk ka pas. Drejtat e femnës në shkel gjithmonë. Do thot burri ka punu, femna u dasht me najt në shpi, mi ba punë, mi këqyrë fëmin. Edhe kështu që, ko pas kohë, është ndërtu pak ma mirë, muj me thonë. Femnat kanë fillu me punu, me dal, me... Tërpora s'ka budget as me dal... Jo, asnjona s'ka ekzistu heq, me qenë se muj me thonë për venin tem, një stog aty, ku jam rrit, edhe ku kam lind, motra është punësu e para për krejta ati rrethit aty, një stog, edhe unë jam kanë e dyta që jam punësu Prishtinë. Qyshe pritën ato veni, kur u punësue, se është një farë gjinje, një farë të qytetarë, ato të tafërmit, për e kanë pose u punësue, aty në qyshe kanë mirë? Se kanë pritë dhe aqë mirë, se kanë thonë femna nuk duhet më punësu, femna s'duhet me shku në shkollë, s'duhet me shku në fakultet, me qenë se fillun edhe do kushërina do me arë në për fakultete, në për keq, nuk o, s'u konë edhe qaq mirë prej venit aty, prej rrethit që kemi pas, po prindi jem nuk ka pyet kërkonin. E kom pas një prind demokrat që aj s'ka dash me pyet kërkonin, aj vetëm dëshirat tona i ka këqyrë dhe na i ka plotsu ato dëshirat që na kemi dasht vetë. Kështu që tash është pak më ndryshe, dalin femnat punojnë, po nuk është edhe krejt çdo kund. Ka vende, ka viset malore, viset... Po, janë të papuna, ende ka, po është një farë drejtësie tash pak ma mirë, se femna punan, ka rrugën e vetë, mundet me dalë me shuqe. E përkrohe dhe bashkëshorë. E përkrohin edhe ata, me qenë se edhe ata vetë punojnë, kanë shuqni edhe ata dhe kjo dhe, kështu që është, muj me thonë është pak ma mirë. Edhe për femna, po, pak me mirë se ajo që e kishim na ma heret, se e kam rriun atë ko, do të thotë, ato që ka qenë pak ma fokarallake, ka qenë pak ma ndryshe, shumë se tash. E kam pas një morë, pak ma të modhe. Kemi pas ma shumë kemi pas, jemi kanë ma dashtun, jemi kanë ma të lidhun, tash nuk kemi asgjë. Tash, krejt këtë lirije kemi, po nuk kemi dashni në mëz veti. Do të thotë, për pak gjoj, dhnohen, nuk dëvjen, edhe ku nuk dëvjen s'mune shmi shku, kështu që është nuk po m'pëlqen kjo kohë e tashit as pak, me qenë se krejti kemi, po dashnia është në zerra. Dashnia dhe respekti. Edhe respekti, edhe të dyjat, muj me thonë që janë në zerra. Nuk po m'pëlqen as pak, inshallah ndryshuan në i herë diçka, por me qenë se e kanë marrë një rrugë shumë të keqe. A kanë marrë rrugën evropiane, apo kanë marrë ka orë kjo farë? S'muj me thonë që e kanë marrë një rrugë evropiane, se s'mundet me qenë as një herë nuk muj me konë. Është faktori kryesor rrjetet sociale edhe teknologjia që ka avancu. Edhe ajo mundet me qenë, por kur ki dashni për dikonin, i ki tafër, i ki tut, duhet muen. Se ma tafër pëse ata që i kemi aty s'muj me pas asnjëna. Ata të lartit s'muj me ju thonë që ju dojmë ose ju kemi diçka, na mujmë veç një përshëndetje me u ba. Du të muen me familjarët e tu që i ki aty, në rreth që i ki. Po nuk ekziston ajo në bo, si thonë, pike 5, se cili atë interesin e vetë punë të veta, kështu që është shumë keq, mu nuk po m'pëlqen as pak. Se s'kemi me jetu 100 vjetë, po këtë jetë që na ka dhonë, po ne ka dhonë Zoti, qatë sa na ka dhonë duhet me konë me tafërt, me tut, muen, me u dasht, me pas dashni ma shumë, po këto se kemi. Faleminderit. S'ka gjohë.